Nuk është, disa shtete edhe kanë marrë shkas nga Greqia që në fakt edhe sistemin e detyrueshëm ushtarak e ka për disa gruposhat të caktuara, por kur pas te është edhe në fakt fotoja zyrtare, familjare e këtij takimi të NATO-s e këtij samiti, vende të ndryshme apo përfaqësues të ndryshëm të vendeve të Europës kanë sistem të ndryshëm të mbrojtjes në shkallë të ndryshme. 5% e prodhimit të brendshëm bruto për vendin tonë, me Gjermaninë, me Spanjën apo me cilin vend të duash ti të krahasosh. Sa mund të ketë diferencë, disbalans, kur e dim se sa është prodhimi i brendshëm bruto, kur e dim se sa është financuar më përpara në sistemin e mbrojtjes dhe kur e dim që shumë pak vija paralele hiqen. Ne jemi tek faza e rekrutimeve dhe besoj bjem dakord që po bëjmë thirrje permanente të her pas hershme që të rinj të bëjmë pjesë e sistemit, mund të themi ushtarak të mbrojtjes, ndërkohë Gjermania shumë hapa para nesh. Shiko, 5% që Gjermanisë në vlerë është shumë më shumë se sa 5% që ynë. Por për ta reflektuar këtë në Shqipëri, nuk na ka askush faj që ne kemi demilitarizuar vendin në një mënyrë shumë të dhunshme dhe kemi trajtuar në një mënyrë si kur ushtria dhe armatimi nuk është pjesë normale një shteti. Është e kundërta. Ushtria dhe armatimi janë pjesë normale një shteti. Në këto 25 vjet ne na shton që të fortët në një shtet janë bandat dhe kanë drejtuar me banda, me rrugaç, kanë azhësuar totalisht. Jo, se sistemi politik i përcakton këto. Pra nuk ke pasur një politik të armatosjes. Dakord, nuk na pëlqen në militarizimi ose militarizmi Enver Hoxhës. Po kjo nuk do të thotë që duhet ta azgjësojmë ushtrinë. Do të thotë që duhet ta transformojmë ushtrinë. Duhet punë dy fish Shqipërisë në krahasim me vendet e tjera të rajonit që të investojë sërish të kthejë sy tek sistemi i mbrojtjes, të bëjë një strategji të kopsitur, të mirë menduar që atë prodhim të brendshëm bruto, atë lloj, mund të themi, vlere që do caktoj për sistemin e mbrojtjes ta bëjnë me shpërndarje shumë të mirë, të kopsitur strategjin. Sigurisht që duhet punë, sepse ta thash në këto 25 vjet, ekonomia e Shqipërisë është formatuar në një mënyrë që i çon parat në për koncesione, në për administrate militantët, në për investime koti, në për tendera të fryrë, pra dhe nuk e kanë pasur hiç në mendje se duhet çuar një buxhet. Para 2013, apo i përfshin të gjithë 25 vitet që u flasin. 25-30 vjet. Ka pasur një politikë të gabuar, e cila ka qenë një politike vjedhjes dhe e shkatërimit të shtetit dhe të elementëve kryesorë të shtetit, ku bën pjesë edhe ushtria, dhe kanë menduar se do të vazhdojë kështu. Por ndodh tani një moment tjetër politik dhe me qenë se je pjesë e NATO-s, të detyrojnë që të marrësh dhe ti angazhime për 5% të GDP-s. Dhe kjo do të nxjerrë probleme sepse do duhet të heqësh disa financa nga sektor të ndryshëm, jetik të rëndësishëm, po. E mirë është që të hiqin nga këto koncesionet dhe tenderat e fryrë dhe militantët në administratë. Por këta kanë për t'i hequr të shëndetësia dhe të ndihma sociale, se këta kanë më të rëndësishme koncesionin dhe mbajtjen e militantëve në kazermat politike të administratës, sesa ti financojnë një lloj arsimin dhe shëndetësinë për të financojnë dhe ushtrinë. Këta do t'ju heqin parat shëndetësisë dhe arsimit.